Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se erdhët në një tjetër episod të emisionit tonë. Vetëm pak kilometra larg qytetit të Gjilanit ndodhet një fshat i cili mbart në vete histori, kulturë dhe traditë. Fshati Pogragj. Kjo 3 vjetër e cila njihet për mikpritjen, punën e ndershme dhe krenarinë e banorëve të saj, është një mozaik i trashëgimisë shqiptare ndër shekuj. Nga rrënojat e lashta Ilirë Dardane, tek Kalaja e Vjetër, tek ura e gurt e cila sfidon kohën, Pogragja ruan gjurmët e historisë së saj në çdo cep. E sot zani i fshatit vjen për t'u sjellë tek ju jetën, traditën, shpirtin e Pogragjës, një fshat i cili jeton mes së kaluarës së lavdishme dhe të ardhmës plot shpresë. Mirë se vini në Pogragj, fshati i zemrës dhe historisë së Ana Moravës. Pogragja ndodhet buzëllumit Morava e Binqës, i cili me rrjedhën e tij të qetë i jep fshatit jetë gjallëri. Përgjatë brigjeve të lumit rriten shelgje të gjelbërta e barishta aromatike. Rreth e përqark fshatit ngrihen kodra të buta, të mbuluara me pyje të vogla dhe fusha të gjëra që vishen me ngjyra të stinëve. Në zemër të fshatit ndodhet shkolla fillore, ku breza të rinj mësojnë me përkushtim e ëndra për të ardhmen. Aty afër gjendet edhe xhamia e vjetër, e cila është simbol i besimit dhe bashkësisë. Në çdo lagje njerëzit njihen mes vete, ndihmojnë njëri tjetrin dhe ruajnë mikpritjen tradicionale shqiptare. Historia e Pogragjës ruan kujtime nga kohë të ndryshme, nga periudha osmane e deri te ditët e sotme. Edhe sot në shumë familje ruhen kujtime e rrëfime nga të parët, që dëshmojnë për një popull krenar e punëtor. Jeta në Pogragj është e lidhur ngushtë me natyrën dhe bujqësinë. Toka pjellore, klima e butë dhe ujërat e Moravës e bëjnë këtë fshat të njohur për prodhime të shumta bujqësore. Por Pogragja nuk është vetëm punë dhe histori. Ai është shpirti i njerëzve të thjeshtë që ruajnë me dashuri këngët, vallet dhe zakonet e vjetra. Kush viziton Pogragjën e ndjen menjëherë ngrohtësinë e njerëzve, qetësinë e natyrës dhe frymën e një vendi që e mban historinë në çdo gur e aromën e luleve në çdo frym ajri. Jemi këtu në fshatin Pogragj dhe unë ndodhem mes disa banorëve, jo gjithë Pogragjës, po të ftuar këtu, që merren me aktivitete ndryshme dhe do të na flasin për historinë e fshatit Pogragj. Atëherë, një prezantim. Unë të Fatmer Sahidi, nga fshati Pogragj. Okej. Zlaten Rashidi nga fshati Malishev. Senadi Bergjakuve, Samir Aliu nga fshati Pogragj. Gëzohem. Atëherë, cili nga ju do na tregoj diçka për fshatin Pogragj? Që Samir është më i rritë mati. Sa unë si më në po. Fshati Pogragj si na identifikon edhe Kaloja Pogragjës, është një fshat goxha i vjetër, me goxha histori, një vendbanim goxha i lashtë, formohet prej banorëve autokton që kanë qenë domethënë në fshat, kanë jetu pas brezit, e kështu me radhë. Sa banor ka sot fshati Pogragj? Tash ka rënë goxha numri banorëve, përpara ka pas shumë, për shkak tash
migracioni, po, migrimi në për shtetet perëndimore, pastaj edhe migrimi i brendshëm në për qytete që kanë dalë, po tash dikon sillen rreth 1000 banor për afërsisht. Sepse me sa pashun si strukturë fshati, ka goxha ndërtesa, ka goxha shtëpi, është shumë i strukturuar, shumë i populluar. Pavarësisht se besoj pjesë e madhe e shtëpive janë bashkë. Thoya se shumica po, se ka domethënë që jetojnë edhe në Mërgim, Edhe në në Gjilan. shtetet jashme, po sigurisht edhe jetojnë këtu në për qytete, mirë po ka edhe banor tash edhe rezident, mirë po një shumicë goxha domethënë u largu faktikisht. Kalojmë me ty. Origjinën e fshatit? Ja, se ma. Origjina është goxha e vjetër. Ka gjatë vjetër, troja, dimas vetë, thoya se ndoshta dikush e di mirë, po na për sa kemi informacion domethënë nuk e di. Ndoshta edhe pse materi. Është fshati i vjetër, sepse me sa kam studiuar dhe dokumentuar është që Bragi është shumë përpara. Vetë Kalaja dëshmon që Vetë Kalaja. Si është jeta sot në Pograd? Mirë është. Kryesisht me çfarë merren banorët e fshatit? Kryesisht me bujqësi, kryesisht shumica me bujqësi, tjerë Mërgimi është shumë jashtë. Të ndihmat nga diaspora? Po, çato e mbulojnë atë. Një pjesë pa edhe punojnë në përpunojnë, domethënë edhe në qytet ka edhe biznese, domethënë goxha kanë edhe aktivitet. Një ndër aktivitetet me qavurare në fshatin Pograd është edhe hiking, ecja. Banori këtu afër meje e dëshmon mos miri. Po, unë heci, rregullisht, çdo çtunë di dhe heci rregullisht. Domethënë vetëm te rrotull apo Heci dikon 15 kilometra në ditë. në ditë? Në ditë, po. Çtunë di dhe. Vetëm shumë ditë. Se punoj. Zona domethënë këtë pjesë na e goxha potencial për zhvillimin e pjesës turizmit në përgjithësi. Masi tash unë edhe vetë vi nga kjo fushë, në ndërtimin e biznesit këtu, të atraksionit, ka potencial domethënë edhe të hikingut. Një ndër ta i kemi edhe zoti Senadin edhe Fatmirin, që për çdo fundjavë frekuentojnë këtë farë pjesë. Megjithëse këta shkojnë edhe në për Gjeravica e në pjesë ndryshme domethënë, në Valbonët e Thandej, mirë po kështu specialitet kanë këtë pjesë. Këto janë vendas, nuk e lëshojnë. Bash. Shoh që këtu mbas meje është një zipline. Po. Si ka qenë ideja këtij zipline? Si ka lindur? Ideja ka ardhur gjatë pandemisë. Unë dikon një 25 vjet vi nga fusha e artit, posaçërisht nga muzika, kënga, kam qenë këngëtar. Ande gjatë pandemisë na mbyllën ajo pjesë aktivitetit në profesion, edhe pasaj zona vendi këtu më dha mundësi për me zhvillu domethënë një ide të tillë. Edhe faktikisht implementuar. A mendon që ja ka vlejtë? Sigurisht që po. Nuk domethënë vetëm nga ajo Si ana është financiare, mirë po ja ka vlejtë se domethënë me prunë me një vend të tillë pi 4 kontinente turizëm, domethënë kjo është sigurisht sukses. Okej. Si është një utar me turizmin në Pograd? E shoh goxha zhvilluar në tarmën e fjalën. Për shkak që kemi edhe kalon Dhe natyra e fshatit është gjë e bukur dhe shumë premtuese. Është një lubin, është një peizazh kacillësh, domethënë është me peizazhe për plot. Mandej Pograda ka një karakteristikë që rrethohet mes tre lumejve. E kemi lumin Morava, është reka e Llapushnisës edhe reka e Slubisë këtje. Edhe jep goxha potencial. Është një zonë e qetë, me njerëz goxha intelektual, goxha të avancuar, domethënë fushave të ndryshme, me një kulturë jashtëzakonisht, me një edukat, me një mikpritje, bujari, si që keni pa edhe vetë, sigurisht se keni dalë edhe atje. Po, shëtitëm se goxha në përgjithësi të fshatit. Po. Përsa i përket ngjarjeve historike në fshatin Pograd në periudha të ndryshme. Cilat janë kush janë disa nga figurat më shquara? Disa nga dëshmorët që mund të ketë të fshatit Pograd. Po ku thashë më herët na jem pak më të rinj, ndoshta më pak dim me shtyn atë kohën pak më të vjetër, po tash në luftën e fundit e kemi një dëshmor Fato Slimanin, që e ka dhe memorialin në fshat. Para fshatit mandej ka pas, gjithmonë domethënë ka pas njerëz shumë. E kemi pasaj edhe këtu në hyrje të fshatit, është o ky Nazim, po dhe Hoxha ka të fusha këtu të ura. Domethënë ka pas, ndër vite gjithmonë, ka pas histori, ka pas njerëz
patriota, ka pas trima, ka pas lutetar, ka pas njerëz dijes, të penës që i thojmë, ka pas të më thonë njerëz ndryshme. Punës. Si është jeta e fshatit Pograq duke ditur që është një fshat kufitar me anën tjetër, me përshim? Se është edhe pikë strategjike lidhse. Po, faktikisht, Mes dy vende shqiptare, po në treva të ndryshme. To neve na karakterizon kjo pjesë me fshatrat ande kufinit, na do më thonë jem që e thomi një pedaj. Një pedaj. Po, sigurisht, se jam fshat atafër ta këtu. Tanaj në atë kohën e vjetër, nuk kam pas, si sa do më thonë makina sene, po ku kam pas fshatra ma hapër aty jem në qasu. Ama një martu me zveti sene. E kështu që i komplet zona i thuja se jem një pedaj kështu. Një pedaj. Lidhun, po. Mirë, do më thonë, jem një fshat i lumtur. Jetojmë mesatarisht, me thonë, po ana shpirtërore është okej. Kjo është në rregull. Kem njerëz pasëm, nuk kem as i varfërje, do më thonë, mirë është përgjithësi. Me çfarë problemesh haset fshati Pograq? Sipas teje. Vallaj, nuk po di që të lumin e kemi mos problemi. Lumin Morava që shpethojnë, që kjo është kondërmën shumë ere, që dhe mos verë, sot që të Morava është Fahet besele. katastrofa, është kanalizimi i Gjelanit deri dhe qëta. Komuna nuk është se ka marrë diçka përsipër. Nuk ka marrë asgjë, njeri tash nuk ka marrë, tash pritet që me marrë diçka, po nuk e di malo saktë. Premtim me kohë, ama realizim s'ka kërgjë. A beson që shumë është. Si t'ja nisin prej Maleshevës njeri këtu, si dhe mos mbrami, ja në shpi ko jo më në aty, e po aty, nuk më i me dalë Është pa dërushme. Ja, s'ka shansë. Se tjerat mirë është, përgjithësi mirë është. Si ka tonë di mirë është. I qetë, Si e shumë mirë të ardhme në këtij vendi, pas disa vitesh. besoj që mirë. Besoj që shumë mirë ka më punë. Besoj është në zhvillim e si. Zhvillim është, zhvillim. I kem do sa në rrugë, i pati më trotuar dhe këtë janë, shkollën, këtë mirë është. Mirën përgjithësi. Fshati e kem Shoshatën, me Selin Zvicër, Shoshata Pograqja është. Do më thonë çdo bashkëvendas që jeton në Mërgat, participojnë Shoshatë. Ne kanë një shumë modese që i japin, po ashtu edhe na banorët e fshatit këtu, i kem 2 punëtorë që bojnë mirëmbajtjen e fshatit, rrugëve, parqeve, varrezave, në përgjithësi sa në të ndryshme. Kjo është goxha e mirë, se ka goxha vite do që u formu Shoshata, edhe është merit e kësajna do që sigurisht keni dallimin mes fshatrave tjera dhe Pograqjes, sa i përket pasërtisë e sene. Kjo na bën domosdoshmë si bashkëfshatar, se Pograqja e ka një karakteristikë që është një gjak, një vlla, domethënë. Jam po, edhe kjo na bën domethënë të bashkohemi. Na në përgjithësi e shohim tamam kështu vllazërisht mes banorëve, domethënë mes veti. Kjo domethënë është. E kalojmë pak te mysafiri jonë. Çfarë do të na thush ti për Pograqjen? Ti si mysafir. Si e shef ka presion që jemi pritse. Tjetër? Se me sa mora vesh, ju vini shpesh këtu, Pograq. Shpesh. Në në Gjilan, të në kolegë të mi, kur si mysafir, shtë më lidhëm nëse nuk shkoj dikun tjetër, vim Pograq. Nëse nuk shkoj në Gjakov. Vim Pograq. Okej. Është një fshat që është i begatum në një lugin pjellore. Kryesisht në marrë këta në kaluar me bujqësi. Ta është pak merën edhe me bujqësi, po se cili është edhe marrëdhënie punë ku punojnë në qytet. Dikush ka dhe biznese, është ky biznesi këtu, sa mjet ata aksionive që ndoshta i pojnë në Kosovë, të hap, i dyti në Kosovë, okej. Është dhe mu më pëlqen, nëse dikush më pyet ku jam diku ka Pograqja, ose jam, nëse nuk më kontakton, jam diku rreth kufinit, të ecë me këta, se s'ka vala ndaj. Okej, pas ka dalë adhe me ecë ka Pograqja, kaq. Po mi bërë kodra kisa dush edhe në Gjakov falë Pograqja. Miran Pograqja. Se nuk është afër, edhe Gjakova për Gjakova është më shumë ranë Pograqja. Ndoshta
E dash më ardhën e këtu, më të regu bukuritë këty në vend, dhe që i kanë këta. Më janë nxjerrë në ditë, s'kan ditë. Se pritëshin edhe me dalë. Na i kemi ditë për presë senadin, i kemi ditë në atë aspektin e që shqipojnë atëve që i rrishin çobanëve. Po i kemi rilop se çoban. Se në ato shtigje që na i kanë hap neve ato baktit tona në atë kohë, se do më thonë i hecë senadin. E ka gjetë rrugën lirë. Po na i kemi ditë me një perspektivë tjetër. Senadin na i ka provuar. I ka zbukuru fakt. Bravo, do me bo hiking. Ka mundësi më zhvillu turizmi rural, se turizmi i fshatit, po ashta që rrugës ka ardhur në personi i ri 23 vjeçar, pas ka bler një tuvë vend që gati 70 krenë. Po. Pardian Kjo është një tjetër perspektive turizmi. Pa këti ka sa dush, kohëve të fundit në të pa në për këtu fshatra tjera, Bilinice, qenë ato. Mbetet edhe që qele kjo rruga që rrugë në për thamë. Qele këtë shtegun kësajt, në gjithi të Lipovica, këthejt e poshtë, zbretin këtë gryken e Lapëshnicës, kanë dhej këtu, shtek tjetët bicikletave keni, kjo është shumë e mirë për para sa pasëm. Njafton njonit mi thonë, shko ka përgazja me bicikletë, vjen tjetër, kanë orë të tjetë. Po tash ishe edhe me bicikletë, kësaj, sa është qetë. Po. Se donë dikush me ike nga ajo rëmuja, zhurma, potera, Xhilanit, që dalin disa edhe në përvenet tjerë, po hajdin po gëhaqë, është ma qetë, është ma mirë, ajo është me posta. Ti mirë që pas kejk për potez Xhilanit, po dhe për potez Gjakovës pas kejk krejt. Ja, Gjakova është në krahasim me Xhilanin, është largë, pse, unë do këtë Prishtina dhe Xhilani janë dy qytete që nuk kanë në lom. Ose kanë, dhe kanë të vdekur. Gjakova ka disa lume, disa proje. Mos qep deklarata sa atër në amysin komente. Okej. Qohen peshat e Prishtinanite, Gilangjite. Ja, Unë jam realist të Si do shoftë guri ronë peshan vend. vend vetë. Liga që e përmendi për shemë Morava është mos me kalën adhe në disa vende, disa shtete desa derdhe të ndetin e zik. Ta si fëmi, tu janë la. Tu kanë zonë peshqe. Sot është një lomë tusha dhe është i vdekur nga kanalizimi. Kjo nuk është edhe që nuk mund të rregullu. Kjo shumë Si është lanë mazdore. Që është lanë mazdore. Në këto e bërë zhvillimi i hafshëm në ndërtimtari. Unë du shpinë e reja, i shpinë e reja, tje, kanalizim nuk ka, që drejtën Morava. Morava i qënë të gjitha në Serbi, prej Serbi, sa ne dhe në Bullgaria. Shkon zinxhir kjo punë. Shkon zinxhir. Përndryshe ka perspektivë që të rregullohet kjo shumë shpejt. Shpresojmë. Shpresoj. Zotëria tjetër, edhe ti do ta flas diçka për Pograçën. Pograça si thamë të parafolsit, që janë mikprica. Unë edhe pse jetoj një fshat shumë më afër qytetit, unë jam zakonisht me këta kolegë, të vi, bëjmë hiking, kalojmë mirë, lëmë një këpurdha. Qa bëni me ta? I fërgojmë edhe i hamë. Shumë mirë, po shumë mirë. Edhe kemi dhe me këtë miqasi këtu, martesa, një pedaj që thonë, edhe kemë pavarësinë është pastërtia, një të gjitha, ajri pastër, gjerbrem, mikpritja dhe që kjo neve në lidhë. Krejtat mirat me një vend. 6 në 1, jo 3 në 1, po 6 në 1. Unë po kismet unë e për Tirane, po mendoj atëherë me bo në shtëpia, në banjesa ditë kanë. Ti mundesh me vazhdon po duhet. Ja. Ne frekuentojmë këtë vend këtu, vim te Samiri. Freskohemi, këmbim ca
temash edhe për punë, edhe për çdo relax. E kalojmë vikendin këto. Edhe që kjo është jeta jonë. E pastër dhe sinqert. Më vjen mirë. E diçka sfundi, një thirrje, një mesazh, një fjalë për shqiptarët kudo që na shohin. Përshëndesën të gjithë, hajdeni te Samiri, lëshoni mësojnë edhe që kas. Edhe që Edhe që kas. Vendi mirë është, vendi i bukur. E ju Samir? Një thirrje për shqiptarët, një fjalë. Unë e kisha bo një thirrje që mos t'i lishojnë vendet e veta, në të zhvillohen në ato vende, do më thonë, ku kanë jetu, në shofin perspektivat në për vende, në të zhvillojnë, jo do më thonë me shku me zhvillu vendet e uja, vendet tjera. Në letë mbetën të knashëm në atë vend ku tash ma herët guriron peshon vend vetë. Unë jam këthy nga Zvicra, nga Evropa, ku punu do më thonë në ato shtetet, familjen ku e kom dhe më thonë prej vitet 70 diku ngozha gjatë atje, edhe unë e kom pas mundësi atje me punu, me zhvillu jetën, mirë po e kom zgjedh dhe më thonë vendin tem, ku mujt me investu në Prishtinë, ku mujt me investu në Gjilan, ku mujt me investu në Gjakov, mirë po e kom zgjedh Në Gjakov nuk lan. e kom zgjedh pograshën për me ardhë më thonë për me zhvillu vendin tem. Ku kom linë, unë baba gjyshi ka pra gjyshi deri te ai i pari. Vendimi më i mirë që keni marrë. Hajde Gjakov, se na flasim meqëm. Ona ju. Na duka gjimja me e flasim meqëm. Na thuj diçka për ne shikuesit. Ta din Gjakovar se në kom pak e vështirë nga si Gjakovar në një vend tjetër se më duhet ati me mbajtë të farë qëndrimin e Gjakovës, të tjetë kanë respekt jashtëzakonshëm për Gjakovën. Ata më duhet ati me mbajtë dhe vetë. Atë respekt që mos të njohët, mos që të shtyja dhe për para. Ato që kisha thonë po për trit, ashtu që është dhe Samiri, unë këm qenë Siri në botën e jashtme, këm qenë në Austri, më kry në Austria, kam fare festa që edhe atje në Austri, kam edhe në Gjakov, po vetë jam një lloj shpirti shtektar që ka qenë nga të Atenica dhe deri pas luftës. Mbje mirë që jam tash këtu. Mirë se vinë edhe të tjerët. Edhe Senati faktikisht është një shembull i tillë që ka vendosur me sakrifiku për me ardhur më thonë vend vetin, me punu dhe me zhvillu. E ky mesazh, njëti mesazh edhe Senati domethënë është kjo, që Kosova ka potencial sa të dojnë për me investu, me zhvillu, me punu, me po edhe Kosovën si Austrinë, si Zvicrën, si Gjermaninë, si gjithë Evropën. Me vullnet e përpjekje arrihet gjithçka. Patjetër. Shea, kjo jetësh vetëm në Kosovë. Na kemi një përvojë para këty në vllazën e tonë nga Shqipëria me botën e jashtme, po si Shqipëria si Kosova kanë potencial për punë. Po jena pak popull demel. Pak. Jo. Demel, na dëshirojmë atë një periudhë shumë të shkurtë na rrit shumë. Të tjerë që kanë arritë me vite, dekada, shekuj, ne kemi arritë për 3-4 dekada kemi arritë, si në Shqipëri, si në Kosovë, sidomos në tash në Kosovë, për një vend të shkrumbum, një vend që nuk bien gjurmët e shkrumbit. Ose nëse ai që ka kalu në për Gjakovën, ka po që shka qenë Gjakova më ata mamën, që sot Gjakovën, nuk isha atë gjurmët, dhe nga puna edhe angazhimi që të atyne që e kanë dashur të vend. Shumë të tjerë, kur kanë praktisë të vendi, nuk janë kthyer. Shqiptarët me gjithë ata kthehen në vend vetin. Zotëria tjetër, diçka për
gjithë shqiptarët? Një thirrje, një fjalë të mirë, një mesazh? Për të gjithë shqiptarët, të kthehen të gjithë në vendlindje. Po ashtu unë kam qenë në gurbet, 6 vite, edhe pse unë kam jetuar në Maqedoni, 27 vite, edhe jam kthy në Pograd. Ka përfundon me Pograd. E ke thonë se ajo shpreha, krejt rrugë çojnë në Rom, gjithçka përfundon në Pograd. Edhe unë e ku bë të pamundërën dhe të pabesueshmën me ardhur në Pograd. Samir, harrove me cek se banorët e Pogradës përveç mikprica bujor, pas kanë edhe pak sens humori, janë edhe komik. E pas keni pak humorin gjak. Ishim me disa nga banorët e fshatit Pogradë, edhe mysafir, sikur ne Gjakova, Malësia ne, ishte kënaqësi për ne që mësuam diçka nga fshati Pogradë, që ndroni me ne për një puntat tjetër. Përveç pasurisë natyrore, fshati Pogradë dallon edhe për kushtet e mira të jetesës me një infrastrukturë të zhvilluar për familjet që jetojnë në këtë fshat. E këtu mbrapa meje ndodhet shkolla e fshatit që u jep mundësi fëmijëve të këtij fshati të shkollohen. Përballë saj ndodhet qendra shëndetësore ku banorët e këtij fshati marrin shërbimet e paramjekësore. Nga rrugicat e këtij fshati, nga rrëfimet e banorëve, largohemi nga fshati Pogradë, një vend mikpritës, me njerëz të punës dhe të besës dhe krenar për vendin e tyre. Deri në episodin e tjetër, mirupafshim nga zoni i fshatit.